Horoskopi për ditën e premte 24 korrik 2026. Dashi, një frymë pozitive do të vijë në jetën tënde sot. Kjo fal harmonisë së bukur mes Mërkurit dhe Venusit. Në dashuri do të ndjesh një dëshirë të madhe për paqe. Kompromisi do të jetë shumë i lehtë dhe do të arrish shkëlqyeshëm anën tjetër të medaljes, që do të shërojë çdo keqkuptim të fundit. Në punë dhe në detyrat e përditshmërisë, gjërat ecin përpara me hapa të sigurt. Komunikimi me kolegët apo njerëzit me të cilët ndan të njëjtin ambient do të jetë kyç në zgjidhje të dobishme. Për sa i përket anës financiare, marrëveshjet që bën sot apo bisedat rreth parave do të jenë në rrethana mjaft favorizuese për xhepin tënd. Shëndeti në përgjithësi paraqitet i mirë, me hënën e cila stimulon kuriozitetin tënd. Mendja jote do të jetë shumë aktive dhe e hetur për të mësuar dhe humbtuar gjëra të reja. Ngjyra me fat është e verdhë. Koha me fat është 8 deri në 10 paradite. Këshilla e ditës. Duke e parë botën me sytë të tjerëve, do të gjesh çelësin e qetësisë që kërkon. Demi, i dashur Dem, sot ti po shkëlqen, sinqeriteti jot po vlerësohet dhe po admirohet nga të gjithë. Mërkuri lidhet me Venusin dhe në dashuri do të bëjë që ndërveprimet me personin e zemrës apo me dikë që të pëlqen të jenë të ngrohta dhe plot mirëkuptim. Në punë, je në kulmin tënd. Do të arrish të shprehësh një ide që të tjerët do ta përfaqësojnë menjëherë, duke i bërë negociatat për zgjidhjen e problemeve në punë shumë të thjeshta. Për sa i përket parave, ti ke një qasje të zgjuar ndaj financave që do të ndihmojë të menaxhosh shumë lehtë dhe situatat më të ndërlikuara. Shëndeti yt do të përfitojë direkt nga kjo gjendje paqe. Kur je i qetë dhe trupi reagon pozitivisht. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës, përdore këtë magnetizëm për të shprehur hapur atë që ndjen. Dyert do të hapen vetë. Binjakët, sot keni mundësi shumë të mira për të lidhur në një nivel më të thellë dhe mendor me njerëzit e tu të zemrës, të dashur binjak. Në dashuri, diskutimet do të jenë të këndshme. Ato do të sjellin një ndjesi të fortë bashkim. Në punë, puna në skuadër favorizohet shumë. Ndarja e ideve dhe udhëzimi të tjerëve do të japë kënaqësi dhe sukses. Për sa u përket parave, ka lajme të mira apo disa zhvillime premtuese që lidhen me shtëpinë apo pasurinë familjare. Ndoshta do të bëhet një blerje e bukur apo një ndjesi bollëku që do të qetësojë shpirtin. Shëndeti është i qëndrueshëm fal hënës që të ndihmon të gjesh ekuilibrin dhe të sjellë njerëz apo ide interesante që të mbushin me optimizëm. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat paradite. Këshilla e ditës. Mos u fshih sot. Hapu ndaj të tjerëve dhe lejo që këndvështrime të reja të pasurojnë botën tënde. Gaforja. E dashur Gafora, sot mund të dëgjosh diçka me shumë vlerë që do të rrisë mirëkuptimin tënd për shumë gjëra. Në dashuri, dikush mund të shpreh hapur dashurinë apo afeksionin që ka për ty. Në këtë mënyrë do t'i çojë marrëdhëniet në një nivel tjetër. Në punë, me Mërkurin në shenjën tënde që merr një mbështetje të madhe nga Venusi, je në një pozicion perfekt për të bashkëpunuar. Prezantimi i ideve tua dhe projekte të reja do të ecin mjaft mirë, pasi njerëzit janë në krahun tënd. Financat janë të mbrojtura dhe jipen lajme të mira që ndoshta do të gëzojnë.
Shëndeti paraqitet i mirë, karakterizuar dhe nga motivimi dhe energjia pozitive që të rrethon. Ngjyra me fat është jeshile dhe e bardhë. Koha me fat është 6 deri 8 pasdite. Këshilla e ditës. Shfrytëzoje këtë moment kur të gjithë janë në krahun tënd për të çuar para plane që të emocionojnë më shumë. Luani. Aspekti i këndshëm Merkur-Venus të ndihmon sot të fitosh një këndvështrim më objektiv i dashur Luan. Në dashuri, të parit e gjërave nga një kënd më intelektual do të sjellë një çlirim dhe do të përmirësojë humorin përmes shkëmbimeve të ëmbla me partnerin. Në punë, problemet do të gjenë zgjidhje të lehta dhe do të kesh disa ide interesante se si të përmirësosh gjërat. Në aspektin e parave, situata është mjaft premtuese. Është një moment i shkëlqyer për të kuptuar më mirë nevojën tënde financiare. Madje nuk përjashtohet dhe ndonjë rritje e vogël të ardhurash. Shëndeti vjen drejt përmirësimit, pasi kthjellimi i mendjes pas provave të fundit po të falë një ndjesi të madhe sigurie dhe komforti. Ngjyrat me fat është bezh, koha me fat është mesditë, këshilla e ditës. Merr një moment për të analizuar me qetësi situatat financiare dhe ndjenja. Sot mendja jote do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të duhura. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, Venusi po ndikon shumë në shenjën tënde. Ndaj në dashuri, sot do të jesh magnetik. Do të kesh një kthjellësi të madhe rreth ndjenjave të dikujt ndaj teje, që do të ngrohë shpirtin pas paqartësive të fundit. Në punë, bashkëpunimi me miqt apo rrjetin tënd shoqëror do të jetë një burim i pasur informacioni. Do të kesh një ide të madhe potenciale suksesi në planin afatgjat. Financat mund të përfitojnë nga qarkullimi i mirë i ideve dhe projekteve të ardhshme. Për sa i përket shëndetit, sot mund të gjesh mënyra të shkëlqyera apo disa ide të reja për të përmirësuar vitalitetin dhe nivelet e tua të energjisë për të ndjerë në formë sekur. Ti e di mirë se çfarë të bën mirë. Ngjyra me fat është vishnje, koha me fat është mbrëmje, këshilla e ditës. Ndaj kujtimet dhe mendimet e tua me njerëzit që do. Bisedat rreth të ardhmes të mbushin me plot shpresë. Peshorja. Për ty e dashur peshore, dita është shumë intuitive dhe vizionare. Në dashuri, po arrin të kuptosh shkëlqyeshëm se çfarë duan njerëzit e tu të dashur, gjë që do të sjellë paqe dhe ndoshta ndonjë sinjal romantik nga dikush që të intereson. Në punë, po merr një mbështetje të madhe nga të tjerët, ndoshta edhe nga e prori. Kjo gjë do të përmirësojë reputacionin dhe perspektivat e tua në karrierë. Për sa u përket financave, kjo periudhë reflektimi po të ndihmon të fitosh kthjellësi në projektet e tua financiare. Shëndeti yt shpirtëror dhe emocional është në qendër të vëmendjes sot. Ngjyrat me fat është rozë dhe blu. Koha me fat është 16 deri në 18:30. Këshilla e ditës. Lëre intuitën të udhëheqë sot dhe pranoje me kënaqësi mbështetjen që të tjerët të ofrojnë në heshtje. Akrepi. I dashur akrep. Sot shkëmbimet janë plot vitalitet. Ato janë pikët e tua më të forta. Në dashuri, nëse ke patur ndonjë nga të rresë, është një ditë perfekte për të ndrequr gjërat përmes bisedave plot respekt dhe të ëmbla. Në punë, sharmi yt personal
dhe miqësor do të bëjë që njerëzit të tregojnë interes ndaj punës dhe ideve të tua. Financat mund të shënojnë përmirësim fal besimit të shtuar në vetvete dhe një këndvështrim më optimist për të ardhmen. Shëndeti paraqitet shumë i mirë, i ndihmuar kjo nga një valë e re besimi social dhe nga dëshira për të forcuar lidhjet e vjetra dhe të reja. Ngjyra me fat është blu e errët, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: mos sigurohu të bësh hapin e parë për të sqaruar keqkuptimet. Fjalët e tua kanë fuqi shëruese. Shigjetari. I dashur shigjetar, do të ndihesh plot frymëzim dhe kjo fal lëvizjes së hënës. Në dashuri, ti po diskuton çështjet personale me shumë racionalitet dhe natyrshmëri, gjë që të jep mundësinë të sqarosh ndjenjat e tua. Në punë, zgjerimi i horizontit po të rrit besimin tek vetja. Po ashtu, një bisedë e bërë me prorët apo bashkëpunime të reja do të çojnë drejt zgjidhjeve shumë të mira. Në aspektin e financave mund të kesh një shitje të rëndësishme apo një shtytje e cila do të rrisë vlerat financiare. Shëndeti është i shkëlqyer, i mbushur me optimizëm dhe me guxim, për të dalë pak nga zona jote e komfortit dhe për të qenë më i gjallë në jetë. Ngjyrat me fat: jeshile e bardhë, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: beso tek vlerat e tua dhe bashkëpuno sot me të tjerët. Bricjapi. I dashur Bricjap, bisedat sot do të jenë jashtëzakonisht të këndshme për ty. Merkuri me sektorin tënd të partneritetit dhe Venusin tek aventurat të bëjnë që në dashuri të kesh një moment perfekt për të lidhur më ngrohtësisht dhe për të ndarë qëllimet dhe bisedat me partnerin. Në punë, shkëmbimi i ideve dhe mbledhja e informacioneve të dobishme nga të tjerët do të sjellin mjaft përfitime. Në planin financiar, këto aftësi të mira komunikimi do të reflektohen pozitivisht në marrëveshjet që mund të bësh. Shëndeti yt do të përfitojë shumë nga kjo gjendje harmonike. Ndërlidhja e mirë me njerëzit në një nivel do të jap mirëqenie të madhe shpirtërore. Ngjyrat me fat është gri dhe e kuqe, koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: bashkohu me të tjerët për të studiuar apo krijuar diçka të re. Dy mendje sot do të punojnë më mirë se një. Ujori. I dashur ujor, është një ditë shumë e fortë për të dhënë dhe për të marrë mbështetje. Në dashuri, ndjenjat shprehen përmes gjesteve të vogla dhe të qeta. Dhe kjo më shumë se deklaratat e bujshme. Në punë mund të zgjidhesh një problem të ndërlikuar apo një mister që të ka penguar prej kohësh. Dhe kjo do të jetë fal një intuite të shkëlqyer që ti ke në metodat e punës. Në aspektin e parave, ndjekja e rutinës dhe analizimi i kujdesshëm i situatave do të sjellin përfitime sociale dhe financiare. Shëndeti po përmirësohet dukshëm, teksa ndihesh sikur po çlirohesh nga një barrë e brendshme apo një sekret që të rëndonte. Ngjyrat me fat është e verdhë, koha me fat është 16:30 deri 19. Këshilla e ditës: kushtoj vëmendje detajeve të vogla të përditshmërisë dhe besoj intuitës tate kur bëhet fjalë për mirëqenien. Peshqit. Të dashur Peshq, sot ke një dëshirë të fortë për të analizuar ndjenjat dhe marrëdhëniet e tua. Në dashuri, po ndriçohesh dhe në një miqësi apo në një lidhje të rëndësishme, do të kesh përmirësim dhe kjo do të ndihet nga ana shpirtërore. Në punë, komunikimi me të tjerët është i mirë dhe bashkëpunimi të sjellin sukses. Bisedat rreth
arteve, projekteve krijuese apo hobive do të jenë shpërblyese. Financat janë të qëndrueshme dhe mund të përfitosh nga marrëveshjet të reja apo afrimet romantike dhe shoqërore që bën sot. Shëndeti paraqitet i balancuar, i ushqyer nga biseda të këndshme dhe nga harmonia që po arrin të vendosësh me ambientin që të rrethon. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është 10:30 deri 12:30. Këshilla e ditës: mos nguro të bësh deklarata apo të arrish marrëveshje sot. Yjet të mbështesin plotësisht në çdo përpjekje për afrim. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.